Pra ju si naturopat, e shihni më shumë në aspektin gjenetik apo është thjesht një revolt e trupit, skarshi, ambientit apo çfarë do gjë rrethanave, le të themi të Edhe çfarë hasim ne në sfidat tona të përditshme në klinikë dhe me pacientë shikojmë që më së shumti dhe përqindja më e madhe zën faktorët ambiental dhe një stil jo i shëndetshëm, domethënë mënyra e ushqyerit, por edhe problematikat e tjera që nuk kanë lidhje vetëm drejt për drejt me ushqimin, por edhe me kontekstin e jetës, sepse njerëzit sot jetojnë në qytete, në ambiente të ndotura, ku ushqimi që ata ushqehen çdo ditë është i modifikuar, nuk është natyral, është me pesticide, me herbicide, i modifikuar gjenetikisht, dhe në tilla raste një ushqim i modifikuar i pamundson një trupi të shëndetshëm të jap ato mineralet e duhura që i duhet për të funksionuar siç duhet, sepse një dietë e varfër do thotë një funksion i sistemeve të organizmit jo në balancat e duhura, por edhe një sistemi hormonal i zbalancuar, gjë që çon pasi në problematika të ngjizjes.